deri me 30 nëntor. Presim zarfin, i cili mban brenda emrin e banorit që do të lojësonte përfundimisht shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4. Të lidhemi me nysat. Lidhemi me banorët. Tash po e shifja njerë për vetëm, Odine. Okej. Banor. Yes. Ja ku jemi sërish me ju dhe unë po mbaj në dorë zarfin me emrin e të eliminuarit. Por, do ta nisim me banorin e parë që i shpëton këtij televotimi. Publiku ka vendosur që banori i parë që do të vazhdojë rrugtimin në atë shtëpi është Sasa. Atëherë, ju them se kjo është një renditje rastësore. Publiku ka vendosur që banori i radhës të vazhdojë garën për çmimin e madh në Big Brother VIP Kosova, dhe i cili është Klodi. Vazhdon qëndrimin brenda shtëpisë